të vërtet e këtë triumf ne duhet të mbrojmë me krenari në çdo kohë, në çdo vend, kudo në botë. Sepse UÇK-ja është ideali më i fuqishëm i ndërtuar nga shqiptarët ndërshekuj. Nga vizitat në Hagë të krerët e UÇK-s, të ish presidenti Hashim Thaçi, ish kryetari Kadri Veseli, ish kryetari Jakub Krasniqi dhe ish kryetari i grupit parlamentare Xhep Selimi, por edhe për gjykimin e padrejtë që po bëhet ndaj vetë proceseve tona jetike, ndaj lirisë e pavarësisë sonë dhe përpjekjeve për çlirim, të cilat u ndërmorën në shërbim të lirisë dhe mbijetesës së popullit tonë. Lufta çlirimtare e Kosovës duhet parë dhe vlerësuar brenda këtij konteksti historik. Ajo nuk ishte akt i impulsit, por përgjigje ndaj një realiteti të padrejtë dhe një shtypje shekullore. Ishte një luftë për të mbrojtur të pambrojturit. Ishte një luftë për mbijetesë, për dinjitet dhe për të drejtën për të jetuar të lirë, të drejtën më sublime njerëzore.